Nëse Serbia ka arritë që të njëjtin të penetroj brenda strukturës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, më pas brenda doganës, pyetja shtrohet se cilat mekanizma, cilat forma, cilat burime i ka përdorur njëti për të ushtrim në mënyrë horizontale institucionet e Republikës Kosovës. Pastaj ku janë ato burime, me çfarë shërbehen ata, e sidomos edhe një fakt që është shumë interesant te rasti i marrën Qeringit. Në Artakus thuhet se i njëjti ka arritur të njohë pjesëtar të Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, Inspektorat Policisë Kosovës, padyshim që shtohet një pyetje se si ai ka arritur, çfarë burime ka përdorur ai. A kemi njerëz të tjerë të cilët kanë pas mundësi dhe janë me leje sigurie, e cilën leje sigurie kanë marrë nga Agjencia Kosovës për Inteligjencë, që janë sot pjesë e strukturave të sigurisë për këto AKI-n, policinë, prokurinë, Inspektoratin Policisë Kosovës apo inteligjencën financiare. Mos të harrojmë një fakt se shërbimet sekrete paraprakisht krijojnë mbulesën juridike për bashkëpunëtorët e tyre, sepse të themi që këta janë nivel të agjentave sekret është diçka tjetër, mund të jenë në kuadër të bashkëpunëtorëve, sepse agent sekret është një term i cili ka një normativ me cilën duhet të operuar paraprakisht dhe të njëjtit nuk besoj që kanë pasur mundësi ta kenë këtë epitet, por si bashkëpunëtor, ajo që është shumë shqetësuese është pikërisht forma e veprimit të tyre, shtrirja horizontale, burimet e tyre dhe a janë në dispozicion njerëzit të cilët këta i kanë rekrutuar për llogari për cilën flet Eleza ka dyshim